Kjo është video parë në Shqip. T'jem e sinqert me ju. Mirëmëngjesi. Okej, kjo tingëllon shumë çuditshëm pasi gjithë videot e mia të mëparshme janë anglisht edhe kjo është video parë në Shqip. Unë quhem Krisi dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Thash ta provoj një herë, thash të bëj një vlog në gjuhën time dhe të shoh si do jetë, si do eci, si do pritet nga njerëzit. Po kam përshtypjen që mund të tërheqi audiencë të re. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë quhem Krisi dhe jetoj prej një viti në Gjermani. Jam e martuar, jam 31 vjeç, kam studiuar arkitekturë me profil urbanist. Kam punuar prej vitesh si graphic designer dhe kaq. Këtu jetoj me tim shoq dhe me dy qenushet e mia. Nuk kemi akoma një bebe, ndoshta nuk e di, së shpejti, vitin tjetër, mbas 2 vitesh, mbas 3 vitesh, nuk e di, kur të doj le të vi. Sot është e hënë dhe kisha në plan që të shkoja tek Arbeitsagentur, e cila është zyra e punës. Gjatë vitit që kam jetuar këtu, kam kërkuar për punë, kam aplikuar, por nuk kam patur sukses. Ndoshta faji im nuk kam qenë shumë konsistente. Gjithashtu më duket si e pamundur, më ka zënë një lloj stresi edhe frike, sikur çdo lloj aplikimi që të dërgoj nuk do kem përgjigje. Në fakt, kam pasur vetëm një rast ku kam qenë e ftuar për intervistë. Çdo gjë ishte shumë mirë, agjencia ishte shumë okay, por nuk më pëlqeu paga të cilën ofruan, sepse duke pas parasysh vitet e eksperiencës në punë, paga mu duk shumë e ulët, nivel fillestar, nivel studenti, dhe nuk ram dakord për këtë pjesë, kështu që vendosa ta refuzoj dhe të vazhdoj kërkimin për një punë tjetër. Aktualisht jam duke kërkuar për punë në fushën e dizajnit, graphic design, art direction, por nuk do i thoja jo një mundësie për të futur në profesionin për cilin kam studiuar, sidomos në urbanistik, do kisha shumë dëshirë, por nuk i dihet. Për këtë arsye kam vendosur që të shkoj tek zyra e punës. Jam pak e emocionuar edhe e stresuar, nuk e di, nuk më kanë thirrë për takim, nuk kam lënë takim, thjesht do shkoj atje dhe do pyes dhe do kërkoj që të lë një takim direkt. Pasi me emailët zgjat shumë edhe nuk e di, mendova ndoshta është një strategji e mirë kjo që ti shkosh paraqitesh aty edhe të kërkosh. Ikim sepse jam pak vonë. Zyra mbyllet në orën 12, ora është 10:20. Kisha planin që do zgjohesha herët sot, mirë po mbrëm fjeta shumë vonë. Ti tregoj edhe pak veshjen, me që është, tradit. Okej. Kam veshur bluzë të bardhë, triko ngjyrë jeshile si bizele, një jeshile e lehtë, xhinse blu të gjëra, kam akoma pantofla të veshur, por do vesh kambale sepse po bie shi. Gjithashtu edhe një xhup. Okej? Bye bye. Shihemi më vonë. Okej. Jam shumë afër. Vendosa të shkoj në këmbë sepse ishte vetëm 20 minuta larg. Mirë po që ka ftohtë. Më kanë ngrirë duart. Nga trupi jam okay, po ftohtë. Dhe kam harruar edhe çadrën, shpresoj mos të filloj shi. Hey, atëherë mbarova punë tek Arbeitsagentur. Okej, prit po ulem këtu. Që nga lagur. Okej. Atëherë, shkova tek zyra e punës, mbarova punë shumë shpejt tek sporteli, thjesht i thash që jam duke kërkuar punë, kam një vit që jetoj këtu. Dhe lash një takim për të hënën tjetër, për të hënën që vjen. Shohim si do shkoj. Nuk e lexova atë letrën që më dha, dhe nuk e di akoma se çfarë duhet përgatis për takimin, po kur shkoj në shtëpi do e shikoj me qetësi. Tani, se jam duke ecur malore. Tani jam duke ecur mes këtij parkut Prince Emil quhet, shumë i bukur.
Dhe po mendoj që ti kitë pi një kafe, sepse s'kam pirë kafe sot, që kur u qova u bëra gati shpejt edhe u nisa për tek zyra e punës, dhe ndoshta të bëj ndonjë pazar të vogël për shtëpinë, nuk e di, po të shohim. Thjesht jam e lumtur që kam dalë nga shtëpia, sepse unë zakonisht kur vjen vjeshta dimri, mbyllem brenda, izolohem, koha nuk është edhe aq tërheqëse dhe aq ftuese për të dalë jashtë. Por kur dala ma e kuptoj që duhet të dal. Kështu që tani po iki të marr një kafe, të kaloj pak kohë me veten time, ndoshta të shoh ndonjë video, nuk e di. Edhe pastaj në shtëpi. Sa po ktheva në shtëpi, u ula prap këtu ku e nisa videon, bëra një ndalesë të shkurtër tek DM-ja, DM, i cili është një market si puna Rossmanit. Tani do ngro pak ushqimin, do ha drek, sepse ka kaluar ora 12. Kam një dhimbje të lehtë koke, po më duket se është nga koha, sepse është shumë e keqe, plus ishte fresk sot kur dola dhe më duket sikur më ka rrahur era dhe më dhëm këtu. Mund t'jetë edhe kjo në fakt është dhimbje tensioni dhe unë kam shumë shpesh dhimbje kjo pjesa e vetullës këtu sipër. Do ha ushqim dhe do pi shumë ujë. Nuk dua të pi ibuprofen, paracetamol, sepse nuk dua që të marr kaq shumë ilaçe. Po shkoj tani në kuzhinë. Hajdeni me mua, shohim çfarë do bëjmë. Në fakt e kam gati nga dje, harrova. Okay, so, le të shkojmë në kuzhinë. Mbarova drekën dhe u rehatova, siç e shihni jam veshur si arush, sepse do dal dhe do nxjerr qenushe tani. Dhe më pas do ulem në kompjuter dhe do vazhdoj me editimin e vlogut, i cili shpresoj ta mbyll sot. Është vlogu para këtij. Në fakt doja ta mbyllja që dje, por pata një problem me software-in e Premiere Pro. Nuk e di se qa i bëra update, është bërë një lëmsh dhe nuk e di, por i kërkova ndihmë tim shoqes, ai merr vesh më shumë se unë nga këto gjëra edhe besoj se është në rregull tani, po nuk e di, shpresoj që të mos ma vonoj më shumë punën sepse dua ta postoj atë vlogun, nga që e pranoj dhe vetë nuk jam shumë e rregull dhe shumë konsistente, nga që nganjëherë nuk di çfarë të filmoj, nganjëherë më duket shumë e mërzitshme sepse është e njëjta rutinë, po pastaj e kujtoj veten dhe i them, po kjo është arsyeja pse po bën vlog, që ta dokumentosh jetën tënde, le të jetë e mërzitshme. Ndoshta, nuk është një gjë e keqe ta kesh jetën e mërzitshme. Rutina është okay. Por nganjëherë sikur më mbarojnë idetë, nuk di çfarë të bëj. Nëse të dal tani
do nxjerr shibën dhe piksin dhe më pas do ulem që të vazhdoj punërat. Bravo. Dhe tjetra. Bravo. Ti je shumë e zgjuar. Më e zgjuar se qa tregoj. No. Una nulla. Tutto Luzia. Bravo. Gati për ti këtë. Do sobie cicho pizzu. Që videot përpunohen në kompjuter, vendosa që t'ju flas pak këtu. Të them të drejtën, ndihesha pak nervoze për këtë vlogun në shqip. Kam dashur të filmoj edhe më parë video në shqip, por jam tërhequr. Në fakt që t'jem e sinqert me ju, plotësisht, arsyeja pse e kam ndaluar veten dhe nuk kam bërë video shqip më përpara, ishte sepse ndihesha e pasigurt. Dhe këto pasigurit më vinin nga që unë ndjek disa vlogere, youtubere shqiptare dhe nga njëherë lexoja komente shumë pa lidhje, shumë negative pa arsye dhe kjo gjë më bënte ndihesha keq si për vlogeren, po edhe kur mendoja që po sikur të marr unë një koment të tillë dhe nuk ndihesha e fortë mendërisht, ndoshta për ta provuar. Por, pse mendoj gjithmonë negative në të parën, do thoni ju, po kështu jam unë. Por po mundohem që ta rregulloj këtë gjë tek vetja ime dhe t'i them vetes që hey, edhe nëse merr një koment negativ, nuk është në kontrollin tim, le të bëjnë çfarë duan, nuk kam pse i kënaq të gjithë. Edhe me thënë të drejtën, deri tani më duket sikur flas më lirshëm në shqip se sa në anglisht. Gjë që më habit, sepse mendoja se anglishten e kisha më thjesht nga që bombardohemi me anglishte nga të katërta anët, edhe na vjen shumë për kollaj edhe në jetën e përditshme, në vend që të përdorim ndonjë fjalë shqip na del anglisht. Po gjithashtu e nisa vlogun në anglisht sepse doja edhe që të arrija një audiencë pak më të gjerë. Akoma nuk e kam vendosur nëse do vazhdoj t'i bëj të gjitha videot dhe vlogët e ardhshëm në gjuhën shqipe, ndoshta ndonjë tek tuk do jetë anglisht, ndoshta një tek tuk shqip, nuk e di dhe nuk dua të bëj plane. Kam mësuar deri tani që rruga më e mirë në të bërit video është që bëj si ta ndjesh, ç'a ta ndjesh, sepse ajo është e bukura e procesit krijues. Nuk mund t'i bësh gjitha gjërat me plan, nuk mundesh të mendosh që do e bëj këtë kështu sepse ato strategjirat e biznesit janë për bizneset, këtu nuk jemi në biznes, këtu jemi videoditar. Këtu ndajmë si na vinë punërat. Kështu që nuk dua që të them, kjo është e para dhe e fundit herë me video në shqip, apo vetëm shqip që sot e tutje. Do i bëj videot si të më vi përmbar. Do ju ftoja që nëse keni pyetje ose doni të dini diçka tjetër, patjetër pa ndërhyrë në gjëra shumë private, jeni të lirë të lini koment poshtë videos dhe do i lexoj me kënaqësi dhe do ju përgjigjem me aq sa kam mundësi.
faleminderit shumë që jeni këtu dhe do shihemi më vonë.